Në shumirin atë kënaqën nga kryeministri për të na fut në Europë. Po mi pensioni 100.000 lekë, 80.000 lekë. E me këta gropa ku do shkojmë në Europë na? Ne po shkojmë grop, jo në Europë. Me këta kushte. Ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Jina matë të diskriminumit në këtë vend. Këto zonat e tjera kanë rrugë? Që do t'ishim 100 herë ma mirë me si janë me Serbin. Jo me këtë pushtet si janë. Si do ishim mirë me Serbin? Mirë me këta kushtet do ishim. Në shtetit si kërkojmë as lek, ne kërkojmë kushtet.